Çfarë duhet të mbulojë gruaja? Femra duhet të pengojë shikimet e meshkujve të panjohur në çdo pjesë të trupit të saj, përveç fytyrës dhe duarve. Për këtë ka disa argumente në ajetet kuranore dhe nga hadithet e të pagabueshmeve, paqja qoftë mbi të. Thënia e Allahut të Madhëruar: thuaj besimtarëve që të ulin shikimet e tyre nga e ndaluara, të ruajnë nderin e tyre nga marrëdhëniet e jashtëligjshme dhe të mos i shfaqin stolit e tyre, përveç atyre që janë të dukshme. Ky ajet fisnik paraqet disa pika. Besimtarët meshkuj e femra duhet të ulin shikimet e tyre dhe të mos e shikojnë njëri tjetrin me vështrim të ngulitur dhe të tepërt. Meshkujt dhe femrat besimtare duhet të mbrojnë pjesët e tyre të turshme, si pasojë kjo kërkon një punë të vështirë në mënyrë që të ruajnë nderin dhe pastërtinë. 3. Stolit duhen mbuluar. Ekzistojnë dy lloje stolish, të fshehta dhe të dukshme. Stolit e fshehta janë ato që janë të fshehura poshtë rrobave nga shikimet e shikuesve, si varset, vathët, ngjyra e flokëve e të tjerë. Stolit e dukshme janë fytyra dhe duart. Është pyetur Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të: çfarë stolish të shfaq femra? Ai është përgjigjur: fytyrën dhe dy duart. Kjo do të thotë që ajo duhet të mbulojë të gjithë trupin e saj përveç fytyrës dhe duarve. Më pas Allahu i Madhëruar thotë: le ti mbulojnë kraharorët me mbulesat e tyre. Perça është një rrobë me të cilën femrat mbulojnë kokën dhe qafën. Xheib është pjesa e hapur në bluzë, e cila hapet nga qafa për në kraharor. Thuhet se gratë në kohën e profetit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij, vishnin rroba të hapura nga qafa deri te kraharori dhe i hidhnin shamit e tyre pas kokës, duke shfaqur veshët, vathët, qafat dhe diçka prej gushës së tyre për shikuesit. Si rezultat, ajeti urdhëron që ato të lëshojnë mbulesën e kokës në mënyrë që të mbulojnë veshët, vathët dhe kraharorin e tyre. Thënia e Allahut të lartësuar: o profet, thuaj grave dhe vajzave të tua, si dhe grave besimtare, që të lëshojnë mbulesën e tyre përreth trupit. Kjo është mënyra më e përshtatshme që ato të njihen e të mos ngacmohen nga të tjerët. Me të vërtetë, Allahu është falës dhe mëshirëplot. Ky ajet përmban një urdhër të qartë për lëshimin poshtë të mantelit. Por çfarë do të thotë mantel? Dhe si do ta lëshojmë atë poshtë? Manteli është një rrobë që femra e vesh për të mbuluar të gjithë trupin e saj. Edhe perça është e njohur si mantel. Duket që manteli këtu është përdorur në kuptimin e perçes, dhe se duhet ta hedhim poshtë në mënyrë që të mbulojmë pjesën e qafës dhe të kraharorit me të. Ky ajet manifeston ato që është përmendur më parë, por këtu i është shtuar. Kjo është mënyra më e përshtatshme që ata të njihen e të mos ngacmohen.